Jemi rikthyer këtu në Shizoner, jemi me Eriola Doçin, mund të na shikoni dhe në kanalin 10 ke Digitalbi dhe në 100 FM. Eriola, pas Big Brother VIP, shumë personazhe ndryshuan 360 gradë. Cilat kanë qenë ndryshimet më të dukshme për ty? Hapa qik flok. Ndryshimet të dukshme kur hapemi qik flokët e këto janë qik shenja që duam po në çfarë aspekti fizik apo karakterial? Karakterial pak a shumë e thash që jam, nëse duhet të i përmbledh, jam më e qetë, kam një vizion më qartë për jetën time dhe më e ftohtë kundrejt atyre që mendojnë miqt në thojza ose komentuesit. Eriola, ka momente që pas Big Brother VIP më shumë i rënduar se sa të ka ndihmuar Big Brotheri. Jo, kjo nuk më ka ndodhur, kam parë që më ka lidhur edhe me njerëzit, ata që nuk më nifnin kryesisht gratë edhe vajza, kam marrë komplimente shumë nga vajza dhe gra dhe kjo është një gjë shumë e bukur për mua. Patjetër kemi njerëz që nuk na pëlqejnë, por siç e thash jam e ftohtë edhe zgjedh vetëm të vazhdoj para. A ka pas për ty ndonjë gjë pak më të vështirë për të menaxhuar pas daljes nga Big Brother? Po kjo mungesa e privatësisë do thoja, se është një moment ti bën jetën tënde publiko dhe ti Livia ke jetuar vetë. Momentin që bën jetën tënde publike do kufizosh dhe po një gjë që më ka ndodhur është që jetën personale nuk e shijoj siç e shijoja para Big Brotherit. Kjo është shumë e vërtetë. Pra që se nuk ndodhesh as në vende publike, mundohesh të rush po nuk, duke parë se si kanë ardhur kohët, ruhesh qoftë edhe kur flet, edhe kur çon një SMS, ruhesh e ke domethënë më të hapur syrin për sepse shoh meshkuj që kur dalin me gocat e showbizit e kanë edhe si kështu se përmburrje. Mund të kenë një vajzë shumë më të bukur në krah, po thonë se dola me filanën. Kjo shumë e vërtetë. Domethënë kjo të bën që ti të zvoglosh akoma më shumë rrethin e target grupit me cilin zgjedh dalësh apo të frekuentosh. Kështu që kjo gjëja po, jeta personale ka ndryshuar. Që janë afruar me ty pas Big Brother VIP-it, po jo për një arsye të sinqert, po për interesa, fame apo thjesht për të marrë më shumë nga ty? Jo, në fakt nuk më ka ndodhur. Ishte pak a shumë ajo që i thash Livjes, që okay, thonë se dola me Livjen, dola me Inën, me Eriolën. Kjo gjëja po është bërë klishe dhe mendoj që duhet jenë më mendje hapur gjithë shqiptarët, më mendje hapur. Jeta jote private ka qenë gjithnjë në sytë e publikut. Kur u bëre pjesë e Big Brother VIP 3, e shprehur për herë të parë në lidhje me ndjenjat dhe historitë tua. Historia më e rëndësishme ka qenë pikërisht një raport toksik për ty. Ke zbuluar se ishe dhunuar nga ish partneri dhe se nga dhuna e partnerit e ke gjetur veten në dyert e spitalit. Çfarë të jep nga vetja jote, domethënë kjo? Çfarë të shtyll ta bëj publike? Dëgjoj, në Big Brother vendos të flasësh sepse e ndjen të flasësh, akumulohen ndjesit edhe patjetër që vjen kjo gjë. Je më emocionale. Po, je shumë emocionale dhe empatike. Por gjithsesi unë do thoja që më ka bërë më të fortë. Më ka zhveshur nga më ka zhveshur nga emocionet përballë publikut, kështu që gjërat ndodhin për një arsye, nuk është klishe kjo fjala sa është reale. Kështu që ishte shkruar ndodhte ashtu dhe unë patjetër aty do hyja me defektet dhe të mirat e mia. Unë nuk do të tregoja vetëm gjëra të mira, por edhe imperfeksione se tek e fundit. Unë mendoj që në këtë rast ka kanë edhe një mesazh që ti mund t'i jepje gocave. Ajo patjetër. U përhap shumë edhe është përhapur dhuna ndaj vajzave, kështu që pse jo me denoncu si fakt, kështu që unë mendoj që kur ka vend për mesazhe, kauza, gjithë njerëzit duhet t'i japin. Po sa vështirë ishte për ty të riktheheshe në këto emocione që ti gjai kishe lënë pas dhe tani po i bëj edhe publike? Si reagoj, domethënë, brenda teje, në momentin që ti fillove ndoshta ta thoje me zë të lartë edhe ta dije që të gjithë do ta dëgjonin, si ishte kjo ndjesia jote? Po problemi në momentin që ti rrëfen jetën tënde personale,
futesh në një dhomë dhe vetëm flet. Dhe duket sikur po flet me muret ose me një zë që është aty duke të dëgjuar dhe shprehesh. Problematika që ndron që e kam shprehur dhe të dhoma rrëfimit është kur ti e sheh atë që sapo ke nxjerr. Ajo ti e shikon veten tënde pak si një person tjetër në atë moment. Dhe thash, domethënë aty mu duk sikur po fliste një vajzë tjetër dhe thash sa e vështirë që nga të dëgjosh jetën tënde personale. Është shumë por çfarë ndodh? Është shumë e mirë se ti përballesh me jetën tënde, me frikrat, me dilemat dhe kur përballesh nuk të depërton më asgjë. Por sot Eriola, si e kupton një raport toksik? Domethënë, cilat janë ato sinjalet që një gos nuk duhet të injoroj? Simas të jetë që mos përballet me këto. Unë vë barrierë një herë. Unë vë një barrierë që nuk e kam vënë më përpara, prandaj kam patur raporte toksik. Po çfarë të bën me kuptu që është pikërisht një raport toksik? Ç'a ndodh? Ne gocat e televizionit e kemi edhe akoma më të thjesht. Pse do thuash se kemi një jetë sociale që na përball telefoni, puna me njerëz të ndryshëm. Dhe në ti shikon se si reagon. Unë funksionoj nëse s'dua të humbas patjetër kohë me dikë, përpara se ta bëj njohjen lidhje apo konkrete, zgjedh edhe ta provokoj që do të shoh deri ku e kam masën e lirisë time, sepse patjetër që do I kufizosh disa gjëra kur je në një lidhje, po në qoftë se ai më kufizon lirinë time, absolutisht që kjo marrëdhënie do shkojë drejt toksicitetit dhe nuk mendoj që me këtë mendje që jam mund të kaloj vitet e jetës time me dikë I cili më penalizon. Ti mendon që këto sinjalet shfaqen që në fillim? Po, patjetër. Janë edhe një përqindje vogël meshkujsh të cilët janë më kalkulator dhe donin nuhatje të frikshme që ti kuptosh se ta shtroj në rrugën plot petale dhe të dalin ca gjëmba kur ti e ke ngrënë, ke rënë brenda me të. Prandaj ta pyeta sepse mua ka ndodhur kjo gjë. A kupton? Domethënë në fillim ishte komplet I qetë edhe mas 2-3 muaj pastaj më doli ajo fraza që po ka ndryshuar gjëra sepse un jam dashuruar me ty tani. Po zakonisht shumë ndodh me gjë meshkuj që si veprove Livia, domethënë ti zgjodhe ta vazhdoje apo ta pranoje për atë që ishte? Nuk e kam pranuar, por kam vazhduar duke luftuar. Kjo pastaj kthehet pak në ego, që është vërteta. Se fillon të vjen dhe pak Po jo Mina, je 22, qa ego është? Kur futet zemra, beso. Më besoj që futet edhe pak në anën e egos, po në fakt unë një ndërgjyra që Po nuk është dashuri kur futet ego, ja? Shumë e vërtet, dhe vështirësia më e madhe është që ti të kuptosh a e bëre nga dashuria apo nga egoizmi për veten tënde, nga ajo që ti përjetove. Por, nga ana tjetër, edhe periudha e shërimit nga një marrëdhënie është po prap shumë e vështirë për ne vajzat, sa e vështirë ka qenë për ty. Si e shërove ti veten tënde? Është superuar edhe për arsye, domethënë të statusit që është tashmë, pasi jemi ndar nuk do doja ta prekja muzike. Ne do kalojmë në një këngë dhe rikthehemi pas pak përsëri me Eriolën.